Shoqata e mjekëve shqiptaro-amerikan, AAMS, ka prezantuar përbërjen e re drejtuese të organizatës, e cila synon të çojë më tej misionin e saj profesional dhe humanitar, si të zgjerojë kujdesin dhe mbështetjen ndaj komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë. Në krye të AAMS është zgjedhur Dr. Lorenz Malellari, i cili do shërbejë si president, ndërsa Dr. Bledi Zaku do të mbajë detyrën e zëvendës presidentit. Nora Gashi është emëruar këshilltare e bordit, ndërsa Joana Marku Podvorica do të shërbejë si drejtore ekzekutive. Në strukturën e re drejtuese janë përfshirë profesionistë shqiptar-amerikan nga fusha të ndryshme të mjekësisë e shëndetësisë. Doktoresh Arianita Mulau është emëruar drejtore për marrëdhënie me komunitetin, ndërsa Elisabeth Peraj do të drejtojë iniciativa strategjike. Doktor Emal Lesha do shërbejë si drejtori i edukimit, ndërsa doktoresh Kristina Taragjini merr drejtimin e komunikimit e medias. Doktor Franc Odo është emëruar drejtori i çështjeve globale dhe doktoresh Pajtesa Kukaj do të jetë drejtori i zhvillimit profesional. Për sektorin financiar do të përgjigjet Jurgen Tabaku në detyrën e drejtorit financave. Përbërja e re e bordit reflekton synimin e AAMS për të forcuar rrjetin e profesionistëve shqiptar-amerikan të shëndetësisë për nxitur bashkëpunimin profesional dhe shkencor.